Organizata e studentëve shqiptar në Seton Hall do të organizojë festimin e dytë të pavarësisë së Shqipërisë. Përshëndetje miq, jam shumë e lumtur të ndaj me ju që Organizata e studentëve shqiptar në Seton Hall, thot Nancy Kajo, do të organizojë festimin e dytë vjetor të pavarësisë së Shqipërisë më 14 nëntor në Bethany Hall në Seton Hall University. Do të jetë një mbrëmje me kulturë shqiptare, muzikë, ushqim, valle tradicionale dhe surpriza e mysafirë të veçantë mbi të gjitha. 100% të ardhurë do shkojë për qendër 24 orëshe fëmijë të rritur për nevojat veçanta në Vlorë në Shqipëri, si dhe për iniciativa të tjera në Ballkan. Biletat janë $10 për gjithë studentët, alumni në Seton Hall, profesorë dhe stafi në Hall 25, për gjithë mysafirët e tjerë mund të regjistroni duke përdorur lidhjen Google Form. Biletat mund të blihen gjithmonë në një datë më vonshme. Gjithashtu, nëse ndonjë organizatë shqiptare dëshiron të mbështesë misionin tonë, ju lutem na kontaktoni, thuhet në njoftim.